Sipas një analize të publikuar nga The Washington Post, sulmet ajrore iraniane kanë shkaktuar dëme shumë më të mëdha në bazat ushtarake amerikane në lindjen e mesme, sesa është pranuar zyrtarisht nga administrata e Donald Trump. Analiza, e bazuar në imazhe satelitore të verifikuara, tregon se të paktën 228 struktura ose pajisje ushtarake janë dëmtuar ose shkatruar në 15 objekte amerikane në rajon. Raporti përmend se objektivat kanë përfshirë hangare, depo karburanti, radare, sisteme mbrojtëse ajrore si dhe godina akomodimi për personelin ushtarak. Sipas ekspertëve të cituar nga media amerikane, sulmet iraniane kanë qenë të sakta dhe të koordinuara, duke synuar edhe zona ku shtrehojshin ushtarët amerikan. Nga fillimi i konfliktit në fund të shkurtit, 7 ushtarë amerikan janë vrarë dhe mbi 400 të tjerë janë plagosur. Dëmet më të mëdha raportohet të jenë regjistruar në bazat amerikane në Bahrein dhe Kuwait. Ky zhvillim bie në kontrast me deklaratat publike të administratës Trump, e cila ka minimizuar ndikimin e sulmeve iraniane dhe ka këmbgulur se SBA po ruan e përsin në konflikt.